Besimtarët katolik dhe ortodoks kremtojnë sot Krishtlindje në meshën e mbajtur në mesnatë në katedralen Shumpali në Tiranë. Zot Arjan Doda ju boli thirrje besimtarëve të ecin me shpresë dhe e përballë çdo zhgënjimi njerëzor. Sot në meshën e liturgjisë, kryepiskopi ortodoks Joani tha se më shumë se kur bota ka nevojë për besimin. Festime në të gjithë vendin, Report Televizion uron gëzuar për të gjithë shqiptarët. Krerët e shtetit dhe politikanët përcjellin urimet e Krishtlindjes për besimtarët e krishterë. Le të jetë kjo Krishtlindje burim paqe dhe gëzimi, si dhe një mundësi për të kaluar çaste të lumtura me njerëzit tuaj më të dashur, ka shkruar presidenti Begaj. Kryeministri Edi Rama uroi përmes një postimi në rrjetet sociale me një imazh të shkëputur nga vepra monumentale Pjetër Bogdanit, Çeta e profetëve. Mes 6.000 besimtarve duke sfiduar shiu në errëmbyeshëm, Papa Leoni XIV mbajti meshën e tij të parë të natës së Krishtlindjes. Ati i shenjtë pati një qëndrim të ashpër kundër materializmit të shfrenuar, kur tha se ekonomia është shtrembëruar, po nxit trajtimin e njerëzve si mall. Në orën 12 ai do t'i urojë Krishtlindjeve popujve të gjithë botës në meshën Urbi et Orbi. Dy drejtorët më të rëndësishëm të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, kreu i ARSH Gentian Gjyli dhe Aikesh Raldelezi, të dy në arrest shtëpie të pandehur së bashku me ministren Balluku, janë shkarkuar nga detyra. Ata janë zëvendësuar me dy zyrtar të lartë të ministrisë, sekretaren e përgjithshme Viola Haxhiademi në krye të Kesh dhe zëvendës ministrin Ami Kozeli në krye të ARSH-s. Ekonomia u rrit me 3.75% në 3 mujorin e tretë të vitit në kulmin e sezonit veror. Megjithatë, ndikim më të madh kanë dhënë pagët e administratës publike dhe mëtej sektori i turizmit. Bujqësia dhe industria vjojnë të kurrë. Sinjalet janë që në fundi i vitit ketë rritje ekonomike 3.9%. Në një raport gjithashtu të fundit të FMN vlerëson ecurinë ekonomike, por sheh problem rënien e popullsisë dhe kritikon qeverinë për paqen fiskale. Peter Pan dhe aventurat në ishullin e Kurkundit është premjera e re e cirkut kombëtar që do të vijë prej ditës së nesme në orën 11 deri në 30 dhjetor në skenën e teatrit kombëtar pranë Art Turbinës këtu në Tiranë. Aktivitetet kulturore në disa qytete të vendit, shitja e vogël e shkrepseve vjen në qendrën kulturore të fëmijëve në Durrës, koncert në Shkodër, Fier, Gjirokastër dhe Koç.